Kandidati për kryetar të Prishtinës Agim Qeku, i shoqëruar nga zëvendës kryetari PDK-s Kadri Veseli dhe ministri i bujqësisë Bleran Stavileci, vizituan fshatin Prapashtic ku takuan me rreth 70 fermer të zonës Ogollakut. Duke vlerësuar si shumë të rëndësishëm këtë sektor për rritjen e mirëqenies dhe zhvillimit ekonomik, Qeku i siguroi këta fermer që mbështetja komunës në qeverisjen e tij do të jetë masive edhe në zonën e Ogollakut. Bujqësia është një ndër sektorët kryesor ku ne do të fokusohemi. Sepse është shumë fisht, është zhvillim ekonomik, është që i kthen qytetarët, njerëzit i kthehen tokës, i kthehen fshatit, i kthehen natyrës, ku jeta shumë më e mirë, më e gjatë, më e shëndetshme. Ndërsa zëvendës kryetari i PDK-s Kadri Veseli tha se çdo shtet për të arritur zhvillim duhet të shfrytëzojë kapacitetet humane dhe natyrore, të cilat resurse Prishtina dhe Kosova në tërësi i posedon. Në aspektin e resurseve natyrore, realisht bëjmë pjesë në kuadër të shteteve cilat kanë resurse më të pasura natyrore. Po flas për burimet minerale cilat i kemi në tokë, po do të fokusohesha më tepër me pjesën sipërfaqësore të bukurisë natyrore, cilin vërtet Kosova e ka një nga tokat më të bukura dhe në njëjtën kohë më të pjellore në zhvillimin e aktiviteteve cilat kanë të bëjnë drejt për drejt me zhvillimin ekonomik. Për kontributin që qeveria qendrore u ka dhënë në vazhdimsi fermerëve, foli dhe ministri i bujqësisë Bleran Stavileci. Ne me një program special për Gollakun kemi dizajnu një masë speciale për zonat rurale më pak të zhvilluara. Si vjetë kemi nisë me 2 nënmasa. Puna Ministrisë së Bujqësisë është vlerësuar lart edhe nga fermerët e Ogollakut, të cilët thanë se ky investim ka qenë përkrahja më e madhe që i është dhënë ndonjëherë kësaj zone.